Sakt. Por, është hera parë që një kryeministër e thirr Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe thot Serbia po ndryn edhe të deputet të tjerë. Më që po them kështu. Po ndryn të deputet të tjerë. Jo so harru, mos harro. Kjo është linçim direkt për deputetë të tjerë që po bashkëpunojnë me Radëçishin. Dhe e njëjtit natyrisht që kanë shqetësim. Po pse është linçim? Nëse kanë bashkëpunuar. Po linçim, kush ka bashkëpunuar do ta bëni me Radëçishin shemb. Po nuk e di, për shembull, kush ka qenë në komision për AKI-n këtu? Arbri. Kushtrim. Domethënë di diçka pak më shumë. Por pos këto e quhen mosvullnet. Domethënë mosvullnet me zgjidh një problem, pra qëllimshëm, taktizim, atërim një pozicion Ishim kontrovers. Njëherë the po bën taktizim Albini, tash po thoni që një deputet e ka marrë Amushi, tjetrën e kanë tut ka pas frikë nga serbët, kush po taktizon për këto? Po taktizim në rast se Kurti nuk e ka mundësinë me pas veç pak. Nëse ka mundësi. Jo, po të kuptoj nëse Këshilli i Sigurisë Kombëtare me fol për deputet. Po e ku e din Fidan që s'ka ndoshta argumente. Ata nëse ka në del. Po prandaj po ju pyesim se ju jeni deputet, ju keni qenë komision. Po ndoshta nuk ka. Se thon kush është deputeti që bashkëpunon me terroristë, çuçi dini, që kanë 8-9 për servicë listë serbe. Kush janë tjerë? Po mirë dhe kryeministri duhet me dal me fol. Unë këto e quaj taktizim për me largu pikërisht nga pozicioni politik mundsinë që më bëj qeveri me 61 vota. Kjo e determinon. Fidan. Kthena në pikën 0. Fidan e tha Orbri në fillim. Ose një koalicion të madh. Ju s'pe kuptoni sepse e keni të paqartë çka po them. Ose s'po doni me kuptu. Ose jeni të orientuar me thon drejtim. Se politikën e gjatë dhe e dini fort mirë se ç'është bën këto punë. Me pas vullnet Albin Kurti kushtrim. Për 24 orë të kryen 10 minoritete serbe dhe bëhet qeveria. Problemi është ai nuk është interesuar me kry punën me këta. Kjo nuk është të vërtetë. Është e pavërtetë. Çish mundet me kohë? Është një pavërtetë. Jo. Është e pavërtetë. Çish mundet me pavërtetë. Ne kemi Adem Hoxha ka shkuar në AK angazhim maksimal me taku secilin deputet që realisht nuk i vjen Adem Hoxha pa ta keni 62 veç me tani se vjen. Kështot, është publike. Deputet i kemi taku, kemi pranuar edhe me bo ministre. Edhe Duda Baljen. Ministre keni pranuar? Mrami ka thirrë Këshillin Kombëtar ka thonë rreziku. Jo, veç pak, kemi pranuar ato. Unë menoj që këtu është ndodhur diçka për herë të parë. Këtë minoritetet më herët ju kanë bashkangjit tash, mund me pas vullnet politik, ndërdoj deputeti ose deputete, cilët unë nuk muj me sepse i keni veçu Emilin edhe këtë tjetërin, e këtyre tjerëve s'ju keni dhonë kur gjo. Asnjëherë. Unë i keni nënçmu. Nuk po doni mi plotsu drejtat dhe kërkesat e tyre të lehtëshme, që tu problem ose. Po, më fal kushtim se këtu u tha diçka shumë e tmerrshme. O lem që tu të shërgoj unë qka. Nëse njeriu i cili bashkëpunon me Radojqiqin, që kolgonet tona ndjekin për terrorizëm, dhe certifikohet si deputet, dhe për to më lidhët Këshilli i Sigurimit, kjo ju fajson juve. Po na, a kena kërku mos me certifiku listën sërbe? Jo, këtu s'ka lidhë lista sërbe, këtu ka lidhë deputet e pakistave josë. Na ka leju listën sërbe krete. Nëse këta e kanë ditë, kanë pos informata të AKI-s. Pa e kanë thonë mërë edhe e kanë certifiku. Kjo është haram ju koft juve. Se kjerë informatën AKI-s, kush po dhe Tili kanë zoni qytetarëve. Deklarime zyrtare, Kurti ka pas. Qashtu dalë thire, ledhe Këshillit Sigurisë, për shkak se Radojqiqi po i bëncon disa deputet pakistave jo serbe. Që këtu Dhe kjo është problemi kryesor se ka dragu deputet tjerë. Shtet demokratik, parlamentar demokratik. Këtu ka procedura. Kryeministri Kurti, pra i cili në baza ditore merr të dhona prej agjencisë, po e themi që dihet publikisht. Po, pra, nëse e ka thonë një gjë të tillë që unë e di që e ka thonë, se s'është që e ka thonë. Edhe është deputet kolegi yti